Në një kohë kur shëndeti oral shpesh neglizhohet që në moshë të hershme, roli I stomatologut bëhet edhe më I rëndësishëm, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijat. Në studio kemi një profesionist me përvojë të gjatë, I cili ka kushtuar vite të tëra për kujdes dhe për parandalimin e problemeve dentare tek më të vegjëlit. E kemi sot doktor Hakik Deli Hasanin, I cili është specialist I stomatologjisë preventive për fëmijë dhe ai do të na bashkohet për të folur jo vetëm për rrugëtimin e tij profesional, por edhe për rëndësinë e krijimit të shprehive të shëndetshme që në familji. Mirë se erdhe dhe kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Si ka nisur rrugëtimi drejt stomatologjisë dhe çfarë ju motivoi ta zgjidhni pikërisht stomatologji? Po qysh më herët isha I fokusuar lidhje me stomatologjinë. Faktikisht ajo që më shtyri më së tepërmi është se dëshira ishte e madhe që t'i përkushtohem këtij profesioni, I cili I ka një rëndësi shumë të veçantë për mua. Padyshim, sidomos për shëndetin dhe paraqitjen e një personi, unë mendoj se gjithçka lidhet rreth shëndetit oral. Nga studimet në Prishtinë e deri tek specializimi në Shkup, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në këtë rrugtim, sepse është një rrugtim goxha I bollshëm dhe goxha shkurt. Studimet universitare I fillova në Universitetin e Prishtinës në vitin 2000. Dhe të në vitin 2007 përfundova me sukses dhe fitova titullin doktor I stomatologjisë. Më vonë në vitin 2011 u punësova pranë shtëpisë së shëndetit në Gostivar, dhe të cilën punoj edhe sot e kësaj dite. Dhe në vitin 2022 fillova specializimin për stomatologji preventive të fëmijëve, në atë repart të cilën punoj sot e kësaj dite, të cilën e kisha qysh në kohën e studimeve, faktikisht kisha shumë dëshirë të madhe që të merrem me fëmijët, sepse fëmijët janë qenje shumë të çmuara, të cilën ai ka falur Zoti, dhe dëshira ishte qysh e madhe qysh në kohën e studimeve që ta zgjedh drejtimin dhe të fokusohem që të merrem me problematikën e fëmijëve, se në fillim edhe e thash, sidomos tek fëmijët është më e neglizhuar kjo pjesa e kujdesit të shëndetit oral, ndërsa ju pikërisht aty u fokusuat. E përmendet edhe shtëpinë e shëndetit, sa ka ndikuar vetë ky institucion në formimin tuaj, pasi që nga fillimet e para jeni aty të punësuar dhe deri më tani ende. Tash të mirem me historikun dhe kronologjinë e ngjarjeve të cilët ndodhin në stomatologjinë preventive të fëmijëve. Në vitin 2007, situata ka qenë alarmante tek fëmijët sepse kariesi ka qenë në një nivel shumë të madh. Më thonë indeksin të cilën ne e njohim si indeksi KEP, I cili përfshin dhëmbët kariotik, dhëmbët e nxjerrur dhe dhëmbët të cilët janë të sanum. Në vitin 2007 ka qenë shumë I lartë. Edhe parë nga ky këndvështrim, sipas situatës alarmante e cila është paraqit, Ministria e Shëndetësisë, fakt, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, edhe Ministrinë e Arsimit, njëkohësisht kanë rënë dakord që të aprovojnë një plan nacional për prevenimin, gjithsesi për parandalimin e smundjeve kariotike. Ky indeks ka qenë shumë I lartë, diku 8 deri në 9, I cili është shumë I lartë. Është sigurisht një numër I lartë. Shumë I lartë. Edhe kanë provuar një plan nacional për parandalimin e kariesit. Çka nënkupton kjo? Kjo do më thënë nënkupton se në të gjitha shtëpitë e shëndetit, kjo është nivel nacional, në shtëpinë e shëndetit ne I thirrim nxënësit në mënyrë kontinuale, të vazhdueshme çdo vit. Kjo përfshin periudhën prej moshës fillore, do më thënë prej moshës 6 deri në 14 vjeçare, edhe këto fëmijë ne çdo vit I thirrim edhe në kontrolla të rregullta sistematike. Kariesi, do më thënë, përshkruajmë I lehtë që të fokusohemi më tepër në temë, është një smundje multikauzale, do të thonë multifaktoriale, I cili ka një trend shumë të fuqishëm tek fëmijët, edhe të rriturit. A shkaku I sheqerrave, çokoladave dhe ëmbëlsirave? Absolutisht. Do të thënë kariesi është një smundje e cila është progresive, do të thënë shumë e shpejtë, I cili depërton, do të thënë, prej sipërfaqes jashtme të dhëmbit, depërton thellësi, do të thënë se dhëmbi përbëhet prej 3 shtresave, smaltit, dentinit dhe pulpën e dhëmbit. Pulpa, do të thënë, ka mbaresat nervore,
ku atakohet dhimbja tek pacientët. Po, ku e kemi më dhimbje. Edhe kjo progredon, domethënë prej sipërfaqes së jashtme depërton edhe më vonë, depërton edhe në pulp kur ne na vijnë fëmijët, e cili është tepër vonë. Sa ka ndryshuar ndërgjegjësimi i fëmijëve që nga vitet e para, pra deri më tani, a ka ndryshuar kujdesi, vetaj ndërgjegjësimi se duhet të lajë dhëmbët, duhet të kujdese më shumë për dhëmbët? Absolutisht, do me thënë tash mënyra e cila është para, mënyra do me thënë e larjes së dhëmbëve, ne më tepër edhe fokusohemi aty. Më tepërmi. Do me thënë kjo shkaktohet edhe prej mikroorganizmave cilët janë në gojë. Në gojë, po. Edhe në qoftë se pacienti, konkretisht fëmija, nuk i lanë dhëmbët, atër të mikroorganizma shumohen në mënyrë shumë të madhe dhe prodhojnë acide, në fakt, e cila atakon dhëmbin edhe formohet demineralizim, do me thënë, i strukturës së dhëmbit, i cili progredon. Mirë, po kur jemi te fokusimi të cilën e parashtruat pyetjen më herët, ne të cilën e punojmë në institucionin tonë, në shtëpinë e shëndetit në Gostivar, bëjmë prevenimin, gjithësisht parandalimin e paraqitjes së kariesit të cilën e ceka pak më herë. Do me thonë, çka nënkupton kjo? Do me thonë, dihet se ushqimi, vende ku më tepërmi paraqitet kariesi, janë dhëmbët e pasëm. Aty ndodhen dihet fisura dhe disa grobza, në të cilën deponohet ky ushqim, shumohen mikroorganizmat, paraqitet lezioni kariotik, e çka është detyra e jonë? Detyra e jonë, do me thonë, bëjmë eliminimin e pllakut dental, dhe të cilën e bëjmë në ambulantën tonë, në shtëpinë e shëndetit në Gostivar, edhe bëjmë mbulosjen e këtyre fisurave. Do me thënë, rafshimin e këtyre fisurave që mos grumbullohet ushqimi edhe njëkohësisht bëhet edhe parandalimi i paraqitjes së kariesit. Është mënyrë shumë efikase, është mënyrë pa dhimbje, është një procedurë e cila nuk shkakton dhimbje tek fëmijët, se ajo është problemi më i madh të cilët fëmijët edhe... Nëse njëherë ka dhimbje, pastaj më fëmijën s'mundesh ta detyrosh të shkojnë në dentist. Absolutisht, edhe është procedurë jo invazive, do me thonë, është e pa dhimbshme, edhe jep rezultate të shkëlqyera. Materialet të cilët i përdorim janë shumë kualitative, më thonë përdorim materiali glasionomer ose GC Fuji Triage, që është një material i cili përmban fluor. Se dihet se fluori është material antikariogen, do me thonë e lufton paraqitjen e kariesit, është një material i cili është shumë i qëllum, shumë i mirë, shumë kualitativ, i mbilon këto fisura njëkohësisht, edhe çka është rëndësia më e madhe këtyre, sepse me vendosin e tyre ajo lëron në zgavrën e gojës edhe fluor. Do me thonë edhe për të gjithë dhëmbët të tjerë të cilët janë prezente dhe bën parandalimin e paraqitjes së kariesit. Gjatë këtij procesi, a luhen rol edhe ndikimi i prindërve edhe ajo këmbgulja e prindërve që edhe në shtëpi fëmijët të kenë pastaj një kujdes sa më të veçantë ndaj shëndetit oral? Absolutisht. Domethënë ne të cilët na paraqiten fëmijët në ordinancën tonë, rëndësi të madhe njerë është edukimi i prindërve, sepse moshat fëmijërore tek fëmijët ato veç se ne zakonisht ndajmë në 3 grupe, më thonë prej moshës 0 deri në 3 vjeçara, ato janë fëmijë të vegjël të cilët ato vetë nuk mund të kujdesen për shëndetin oral. Pastaj kemi prej 3 deri në 6 vjeçare kur fëmija paraprakisht mund të kujdeset në shëndetin oral, edhe pastaj kemi fëmijët shkollor prej 6 deri në moshën 14 vjeçare. Ne fokus shumë të veçantë u kushtojmë fëmijëve të vegjël dhe atyne shkollor. Se këtu na duhet neve edhe ndihma e prindërve që ta informojmë për mënyrën e drejtë dhe të rregullt të larjes së dhëmbëve, e cila ka një rëndësi shumë të veçantë. Patjetër. Unë mendoj se edhe ajo edukata, ajo zakoni, shprehia, krijimi i shprehisë, ajo të ndihmon më pastaj, kur ajo mund të arrihet vetëm me ndihmën e prindërve dhe këmbguljen e tyre pra në shtëpi. Absolutisht. Te ne për fat të keq një rol të veçantë, do me thënë në stomatologjinë e fëmijëve, duhet t'i kushtojmë preventivës, parandalimit. Këtu duhet të fokusohemi më së tepërmi në këtë drejtim. Mirë, për fat të keq, neve na paraqiten, na vinë situata kur fëmijët veç paraqiten me dhimbje në ordinancën stomatologjike, e cila është tepër vonë. Që të mos vi deri te kjo situatë, në rëndësi shumë të madhe ka preventiva, parandalimi i paraqitjes së kariesit. Kemi shumë mënyra se si duhet të bëhet higjiena orale, se këtu është
poenta që është shumë e rëndësishme se si është mënyra e drejtë dhe rregullt e larjes së dhëmbëve. Sipas autorëve kemi mite të shumta që thuan jo kështu, jo ashtu, jo kaq minuta, jo kaq. Kemi shumë metoda të larjes së dhëmbëve. Mirë, po në kohës të fundit, më së tepërmi i fokusohemi metodës bas të larjes së dhëmbëve. Çka është ajo? Domethënë merret furça edhe pasta e dhëmbëve, edhe vendoset, domethënë në pjesën e sipërme të dhëmbëve, gjithsesi në mishtrat e dhëmbëve, në një kënd prej 45 shkallëve, edhe vendoset drejt, domethënë prej lart poshtë me lëvizje rotative, domethënë lëvizje rrotulluese. Jo drejt, por rrotulluese. Jo drejt, për arsye se drejt nuk është mënyra e drejtë e rregullt e larjes së dhëmbëve, domethënë në mënyrë në kënd prej 45 shkallëve, prej mishit të dhëmbëve me lëvizje rrotulluese të drejt spaku 2 herë në ditë. Rëndësi shumë të madhe ka, domethënë përveç kësaj, fëmija duhet mos tepërmi natën. Para se të flej, duhet që t'i laj dhëmbët. Sepse këtu shumohen mikroorganizmat të cilat e ka më herët. Përmendet më herët, po të cilat e bëjnë kariesin. E cilët e shkaktojnë kariesin. Po, është mirë që të trajtohen edhe fëmijët me dhëmbët e qumshtit? Absolutisht. Absolutisht. Domethënë, fëmijët dhëmbët e qumshtit. Ato janë deri në 6-7 ditë. 6, domethënë dhëmbët e qumshtit gjithsej tek fëmijët i kemi 20. 10 janë të vendosura në nofullën e sipërme, 10 në nofullën e poshtme. Edhe në moshën, domethënë, fillon prej muajit të 6 veç na paraqiten dhëmbët e parë të qumshtit, edhe gjithë, domethënë, denticioni përfundon moshën 3 vjeçare veç fëmijën e kemi me të gjithë dhëmbët në gojë. Ku është poenta e gjithë kësaj? Domethënë, në qoftë se ne detyrohemi fëmijët t'i mbajnë dhëmbët e shëndetshëm, absolutisht nuk do të kenë edhe probleme të tjera të cilët paraqiten. Mbajtja e dhëmbëve të qumshtit, konkretisht ruajtja e tyre ka një rëndësi shumë të madhe, për arsye se nën ton ndodhen veç dhëmbët e përhershëm. Edhe njëkohësisht nëse ne i mbajmë në mënyrë të rregullt, në mënyrë të pastër të dhëmbë, atëherë kjo na ndihmon neve të dhëmbët e përhershëm që u harun hapësirën dhëmbëve të përhershëm, të cilët më vonë depërtojnë dhe dalin në zgavrën e gojës dhe e bën atë radhicjen e cila është e mirë për dhëmbët të cilët do dalin pas. Do janë të përhershme, po. Sa është e sigurt përdorimi i pastës me fluor për fëmijët? Absolutisht. Domethënë, fluori që siç e ka më herët. Jo, sepse e përmendet e di më herët. Fluori i cili ka një rëndësi të madhe në preventivën stomatologjike të fëmijëve. Domethënë, fluori bën parandalimin e paraqitjes së kariesit. Fluorin edhe fëmijët, po edhe ne e marrim në mënyra të ndryshme. Domethënë, uji i pishëm përmban fluor, mirë po nuk e përmban atë sasi e cila është e nevojshme që të mos paraqitet kariesi. Domethënë, sipas rekomandimeve botërore, përqindja e fluorit në ujë i cili duhet të jetë prej 0.7 mg në litër. Kjo është domethënë dozë optimale për ruajtjen e paraqitjes së kariesit. Tek ne, domethënë përqindja e fluorit është shumë e ulët, dhe për këtë arsye fluorin ne e marrim në mënyrë tjetër. Këtë e bëjmë nëpërmes pastave të dhëmbëve, llojeve të ndryshme, tretësirave të cilat përmbajnë fluor. Ne në ordinancat tona si pedodont e bëjmë aplikimin lokal të fluorit në mënyrë të jashtme. Me një fjalë, përqendrimi i fluorit i cili merret përmes ujit është shumë i vogël edhe patjetër duhet që ta plotësojmë me pastat dentare të cilat përmbajnë fluor. Se disa thonë se për fëmijë nuk duhet. Absolutisht, domethënë, kjo është rëndësia më e madhe. Tek fëmijët është e paqetërsueshme, por edhe te të rriturit, domethënë duhet pasta të përmbajnë fluor. Këtu është më rëndësi edhe sasia e pastave tek fëmijët, se sa duhet që të përdoret. Domethënë, prej moshës 0 deri në 3 vjeçare, sasia e pastës e cila përmban fluor nuk duhet të jetë shumë e madhe. Domethënë, duhet të jetë dikundi deri në 1000 ppm fluor. Konkretisht ajo është hapësirë sa një kokra e orizit, domethënë sasi shumë e vogël e fluorit, e cila vendoset në furçën e dhëmbëve. Kjo bëhet normalisht me ndihmën e prindërve, se ato nuk janë të pavarur veç që të lajnë dhëmbët, për arsye se këto nuk e kanë aftësinë e pështyerjes.
se në qoftë se merret fluori në sasi shumë të madhe, atëherë paraqitet fluoroza e dhëmbëve, na paraqiten komplikime të cilët e atakojnë shëndetin, edhe oral, edhe shëndetin e përgjithshëm, domethënë nëse sasi qënë të larta të fluorit. Pastaj prej moshës 3 deri në 6 vjeçare, sasia e pastave të dhëmbëve të cilat përmbajnë fluor, domethënë duhet të jetë sa një kokre bizeles, parafërsisht, në atë formë, edhe pastaj domethënë prej 1000 deri 1400 ppm fluor, kjo është njësi matëse e fluorit, kurse të rriturit veç sasia duhet të jetë më e madhe, diku deri te 1500 ppm. Pak më shumë, po. Pak më e tepërt, se fluori bën mbrojtjen e paraqitjes së kariesit. Kariesit, po sa të rëndësishme janë kontrollet rutine dhe kur nuk kemi dhimbje, se ajo është shumë e rrallë tek ne që mund të ndodhë, që të shkojmë në dentist edhe pse s'kemi dhimbje dhe ta bëjmë një kontroll rutinë. Absolutisht. Në vendet europiane, në vendet të cilët janë të zhvilluara, rrallë paraqiten fëmijë të cilët janë me dhimbje, veçoj stadiumi i fundit në të cilën vinë tek ne në ordinancën stomatologjike. Rëndësi shumë të madhe i përkushtojnë preventivës, parandalimit paraqitjes së kariesit. Do me thënë, ato fëmijë të cilët vinë ke ne, duhet dim pikës pari sa për informim publikut, se fëmijët janë qenje shumë e çmuar, të cilën Zotin e ka kryer dhe ne duhet miremi me to. Të kujdesemi, po. Duhet kujdesemi absolutisht. Rritësin shumë madhe duhet ka njerë tipat psikologjik të fëmijëve, të cilët ne çdo ditë i hasim. Në më thënë, kemi një ndarje, një klasifikim të tipave psikologjik të fëmijëve të cilët na paraqiten në ordinancën tonë. Tipet e parë janë duhet pak ma tepër të fokusohem këtë temë për arsye se kjo problematikë është gjithnjë edhe më e shprehur edhe për informim për prindërit, do të thonë edhe për fëmijët. Tipat e parë janë tipa normal, do të thonë fëmijë të cilët normalisht janë të friguar, vinë në ordinancën stomatologjike, janë të friksuar, mirë po janë tipa normal. Ne i vërejmë ato, në kontaktin e parë veç mund të vërejet ajo. Do me thënë, seanca e parë, kjo ka shumë rëndësi të madhe për ne si stomatolog, me fëmijët duhet qetë e padhimshme. E thamë më herët se pastaj më i kënë problem? Fillim do me thënë, duhet njihet me ambientin në të cilën paraqitet, në ordinancën stomatologjike. Duhet njihet me kariket, me instrumentet, ketë një njohje të përgjithshme, edhe seanca e parë duhet qetë më tepër rolit edukativ. Njihet me gjithë llojet e mjeteve të cilët ne i posedojmë, bisedojmë, bashkëpunojmë, edhe veç fëmija fillon edhe mësohet njëkohësisht. Zakonisht e këto fëmijët normal ku u asqarojmë këtë problematik, do me thënë, këtë lloj njoftim me ordinancën, ato i pranojnë shumë lehtë. Do thonë lehtë i pranojmë edhe bashkëpunimi në të ardhmen, në seancën e 2-3 do të jetë shumë më i suksesshëm. Pastaj tipat e dytë të fëmijëve të cilët neve na paraqiten janë tipat e friksuar. Është tipi, faktikisht tipat të tërhequr. Janë fëmijë të cilët shihen pas prindit, nuk vinë në karikën stomatologjike edhe ne në pikë të parë veç i vërejmë ato, janë të friksuar, edhe këto janë të përshtatshëm për punë, me ato që, këto tipa psikologjik të fëmijëve, ai zakonisht mqehet pas prindit, ulet, është i friksuar, mirë po për punë shumë i përshtatshëm. Tip tjetër psikologjik i fëmijëve të cilët ne i hasim në përditshmërinë tonë, janë fëmijët pretencios. Këto do me thonë është një tip shumë të mirë janë këto tip psikologjik të pacientëve, sepse këto janë si ma tepër guximtarë, më të trimëruar. Do të thonë hyjnë në ordinancën stomatologjike edhe nuk pyet fare, edhe këto janë shumë përshtatshme për punë në grup të fëmijëve. Ne zakonisht i zgjedhim këto lloj pacientëve, të cilët në paraqiten në ordinancat tona, edhe këto i marrim si shembull. Zakonisht këto i ulim të parë edhe në karikën stomatologjike se jam më të trimëruar, më bashkëpunues edhe i motivojnë absolutisht edhe i motivojnë edhe fëmijët tjerë të cilët donë që të ulen edhe u hiket në një farë forme edhe ato gjenë më të motivuar. E tash problemet më të mëdha na paraqiten këto dy tipat të fundit psikologjik të pacientëve, janë fëmijë të friksuar, do me thënë ashtu njihen, to zakonisht edhe nuk pranojnë intervenime stomatologjike, kemi shumë të vështirë, mirë po duhet
ne me ato fëmijë të sjellim në mënyrë shumë qetë, duhet bashkë bisedim, buzëqeshje, që ka një rëndësi shumë të veçantë, edhe ka dale bëjmë edhe para pregaditjen e tyre. Dhe më thënë, kërkojmë edhe ndihmën prej pediatrëve të ndryshme, të cilët u japim disa mjete sedative të cilët miren, ose qetësuese, të cilët merren përmes gojës ose përmes metodave të tjera, atë bëjmë bashkëpunimin përmes pediatrit, edhe fëmia i 5, domethënë i cili haset në përditshmërinë tonë, janë fëmijët kryeneq. To zakonisht janë fëmijë të vetëm, domethënë që i kanë prindët, ne i shohim veç ku paraqiten në ordinancën stomatologjike, paraqiten me gjithë anëtarët e familjes, 4 ose 5, gjithë janë bashkë, edhe ajo është veç se është i lazdruar, shtrihet për toke, do me thënë, bën probleme, bërtet send, mirë po, qka është poenta e kësaj, ne këto fëmijë i vërejmë, edhe zakonisht edhe bëjmë edhe largimin e prindërve prej ordinancës stomatologjike, për arsye se pastaj ndodh edhe bashkëpunimi që jetë më i vështirë, po. Përmendet në fillim edhe me shkollat bashkëpunimi, si mund që shkolla të ketë rol në higjienën e shëndetit oral të fëmijës, si mund të ndikon? Ashtë. Më thëmë ma herët e ceka këtë planin nacional për prevenimin dhe parandalimin e paraqitjes së karrierës, i cili është aplikuar prej vitit 2007 edhe deri te sot e kësaj dite, ku ne në shtëpinë e shëndetit merremi me këto. Do të thënë, përveç procedurave të cilët i përmenda parandaluese të paraqitjes së karrierësit, rëndësitë e madhe ka edhe edukimi i tyre. Ne si ekipe stomatologjike jemi të angazhuara që të vizitojmë edhe shkollat ku ne vetë mjekët paraqitemi në për institucionet shkollore edhe bëjmë edukimin e fëmijëve si të mbaj higjienën orale, do me thënë higjienën, edhe mënyrën se si të ushqehet. Mënyrë e shqyerjes përveç larjes së dhëmbëve, gjithashtu është një masë preventive shumë e rëndësishme për parandalimin e paraqitjes së karrierësit. Nëpërmes bashkëpunimit me shkollave ne i mbajmë këto ligjërata, të cilët i kemi në program. Se rëndësit madhe ka edhe mënyra e ushqimit, si që përmenda, në parandalimin e paraqitjes së karrierësit. Çka duhet të konsumojnë më tepër fëmijët? Më thënë, fëmijët më tepërmi duhet të konsumojnë qumsht, produkte të qumshtit, pemë, perime, të cilët janë të lejume, këto janë të lejuara, mirë po, çka duhet më tepër të ndalim? Sheqer, në çokoladë të cilët fëmijët i kanë shumë qef edhe nuk mundemi që t'i ndalim ato. Mirë po mund t'u japim një këshill, pas, do me thënë, ushqimit kryesor, mund të përdoret çokoladë ose ëmbëlsirë, sepse sasia e pështymës është e lartë. Më e lartë. Pas ushqimit edhe më bën një vetë pastrim të saj, mirë po në mënyrë obligative, më thënë pa qëtër duhet që ti lanë dhambët. Cili është mesazhi juaj për prindërit dhe fëmijët që të kenë një buzëqeshje sa më të shëndetshme dhe sa më të bukur? Mesazhi im kryesor, si që përmenda, është që prindët edhe fëmijët njëkohësisht duhet një rëndësi shumë të madhe t'i kushtojnë higjienës orale, më thonë minimum t'i lajnë 2 herë në ditë dhambët, mëngjes edhe mbrëmje para gjumit, në mënyrë të drejtë, të rregullë, si që përmenda, përdorimi shumë më i pakët i ëmbëlsirave, çokoladave, pijeve të gazume, pas e ushqimet të cilët ngjiten në strukturën e dhambit, dhe më thonë gjithë ato, edhe rëndësi shumë të veçantë për to është bashkëpunimi midis prindërve edhe fëmijëve të jetë në nivel shumë të lartë. Sepse stomatologjia preventive e fëmijëve në cilën ne fokusohemi më së tepërmi, nuk është vetëm fëmija. Fëmijën ne e trajtojmë, mirë po kryesisht duhet kemi bashkëpunimin e prindit. Ky bashkëpunim, dhe më thonë, prind, fëmijë, mjek, do t'jape rezultate shumë më të mira, trekëndshëm magjik. Ju faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Unë besoj dhe sado kudo ishte një bisedë mjaft edukative, ata që na ndoqën do kenë kujdes në trajtimin e fëmijëve të tyre, sidomos në periudhën parashkollore, dhe që do kujdesen sa më shumë për shëndetin oral të fëmijëve të tyre. Faleminderit për ftesën, isha i privilegjuar që marr pjesë në këtë emision, edhe njëkohësisht që kontribuam barëm spaku që t'japim një mesazh për fëmijët edhe për prindit. Ata më të rëndësishmi, faleminderit. Faleminderit edhe juve.